Tani do të shkojmë në Zvicër, do të shkojmë në parlamentin e kantonit të Bernit në Zvicër. Të Bernit apo të Bernës? Çfarë është? Unë po i them të Bernit. Ta pyesim vete dhe ato që jetojnë ajo që jeton aty. E kohëve të fundit e kanë bërë femër, po Bernit, kur i qytetin e Zvicrës. Me ne natyrisht përmes një lidhje me Viber është Shasime Osmani, e cila është e lindur në Kërqov dhe ka siguruar një vend në parlamentin kantonjal pra të Bernit me hiç më pak se 9.641 vota. Dhe janë goxha, pothuajse 10.000 vota, a? Dhe kështu është bërë shqiptarja e vetme e zgjedhur në këtë institucion. Zonja Osmani, të përshëndesim. Përshëndetje. Si jeni? Faleminderit edhe për kohën. Faleminderit juve për interesi. Pa tjetër, çdo herë i gjejmë këto lajmet ku ka të bëjmë me shqiptar dhe me arritjet e tyre. Merita një vjeç ka shkuar nga Mashtonia e Veriut atje dhe sa bukur e fliska shqipën, ë? Komplimente. Por ajo që është dhe më e rëndësishme është mundi dhe kontributi që ke bërë ndër vite, duke qenë edhe pjesë e partisë, patjetër socialdemokrate, që ka bërë që të ketë integrim të ftyrave të shumta të reja në mënyrë që të përfaqësojnë interesat e një numri të madh të qytetarëve dhe u zgjodhe ndër më të votuarat. Është kështu? Po, ashtu është. Dëgjoj, po të pyesun e si e festove ti ku e more vesh që je deputete, e festove kështu, kam një foto, do më ndihmojnë dhe kolegët e mi. If you know, you know, ke postuar këtë, ja, me fli, e ke festuar me fli. Pse pikërisht? Jo. Jo? Rezultatet erdhën nga ora 7:15. Aha. Po kjo ishte ndrek me familjen time, këtu nuk pata asnjë rezultat. A para ka qenë, domethënë. Këtu nuk pata rezultat, kjo ishte vetëm e diela më si cila diel tjetër, u çova me familjen. Edhe informacione, domethënë rezultatet erdhën 5 orë më vonë. Aty nuk e dia. Dhe i kam pasi ke shijuar film. E shijova pak, po... E këto media çan nuk bëjnë, këto mediat kanë hulumtuar aty edhe në ato momente 24 orë çfarë ke postuar ti, kanë publikuar edhe flin. Flio ishte rastisisht. Po, mirë, a e pritet që do të zgjedhësh deputete, ke pas përkrajen e madhe me gjas? Kam pas përkraje shumë nga familja ime, nga shqiptarët në Bern, po të them drejtën, para një vite gjys, në nëntor 2024, u zgjodha asambliste në parlamentin e Bernit, të më thonë të qytetit, edhe kjo është, aty ishte edhe ajo është i surprizë, askush nuk e priti, po që tash një vit ma vonë të bom edhe deputete në kantonës parlament, që po e thomi në parlamentin e Bernit, atë nuk e prita asun, edhe për mu ishte surprizë. Mediat e atje të kanë prezantuar natyrisht në atë fushatën, nëse mund ta quajmë kështu, një Z për ata që nuk kanë Z. Sa kemi informacione, ti e rritur në një lagje ande nga Berni pikërisht që ka shumë probleme, sidomos fëmijët, probleme sociale, më duket, ka të bëj kjo moto, ky slogan edhe me ato çfarë ti ke kaluar në fëmijërinë tënde dhe shumë e shumë fëmijë të tjerë? Ka të bëj edhe se 25% të njerëzve në Zvicër nuk kanë pashosh zvicran. Do më thënë, ata nuk kanë të drejta politikane, sikur familja ime për shembull. Edhe unë prezantohem, do më thënë, unë jap zë shumë shqiptarëve që nuk e kanë pasaportin zvicran edhe nuk kanë drejtë të jenë pjesë e politikës shqiptare, zvicrane, jo shqiptare. Po ti e ke pasaportën? Po, patjetër ndryshe se mbëm deputete. Po, këtu deshta dalë, me qenë se the familja jote nuk e ka këtë drejt. Pse? Familja nuk e ka, ti e patet drejtën, na i spjego pak këtë, sepse kjo s'ka të bëj vetëm me shqiptarët, por ka edhe me një numër të tjerë njerëzve që jetojnë aty dhe që nuk e kanë këtë të drejt. Familja ime, dhe më thënë gjyshi im ka ardhur 79 në Zvicër, të punoj, si gastarbeiter, sezonje. Edhe ai nuk mendoj të rri, ai mendoj se do ktheheshte në Maqedoni, do më thonë, në atë kohë. Por për fat, gjysha ime i tha të rrish atje në Zvicër sepse nuk ka të ardhë me këtu në Maqedoni, rri atje. Edhe gjyshi im e mërë atë vendim, tani babi im erdhë në 93-shin,
Unë linda 98-ën, kam lind në Ohër në fakt, jo në Kërçov, jam nga Kërçova, po kam lindur në Ohër. Tani me mamin tim, 99-ën, erdha edhe unë Zvicër, edhe familja ime e ndjeu veten, domethënë, të sigurt, nuk na duhet pasaporti zvicran. Edhe unë insistova, domethënë, unë i thash shumë gjatë familjes time, na duhet, jetojmë këtu, jeta jonë është këtu. Pa ta vendosën nuk ta marrin, edhe më në fund, unë, motra dhe vllau, para 5 viteve e morën pasaportin zvicran. Ju keni bërë më mirë përderisa jetoni në një vend patjetër që duhesh me apliku dhe me pas në shtetësinë e atij vendit. Është shumë vështirë ta marrësh pasaportin e Zvicrës. Është një rrugë e gjatë, janë shumë pyetje, duhet gjermanishtën të dish, goxha mirë, është nuk Do me është thënë ne edhe s'kemi aq lehtë ta marrësh shansë me e marrë pasaportin. apo jo, thënë ndryshe. Si? Ne nuk kemi shansë me e marrë, du të lindesh atje ose du të jetosh atje Jo, vështirë. Do tjetër. 10 vite, 10 Kjo- vite do të kesh jetuar 10 këtu, vite. duhet ta dish gjuhën mirë, duke qenë këtu në shkollë, domethënë unë e fol perfekt gjermanishtën normal. Po prindrit e mi edhe ta folin mirë, po jo domethënë gramatikën nuk e kanë të pastër. Po. Mirë, cili do të jetë kontributi hapi juaj në këtë drejtim, meqense kjo është sfidë dhe penalizon një numër të qytetarëve, qofshin shqiptar apo dhe tuaj të cilët nuk janë në Zvicran. Ke ndonjë hap konkret për lehtësimin e masave për t'u pajis me pasaport zvicrane? Për shembull, kjo është njëra prej pikave. Po. Është dhe në nëntor 2026 do ketë një votim të rëndësishëm në Zvicër. Do të votohet që ta marrin pasaportin mas 5 viteve edhe ta lehtësojnë, domethënë edhe Nga 10 në 5, gjuhën. Më fal? nga 10 vjet, sa është aktualisht, Zbret. zbret në 5. Ta zbresin 5 edhe nga B1 ta zbresin në A2. Kjo është një iniciativë demokrati iniciative e ka emrin, edhe këtu ka dhe shqiptar tjerë që angazhohen, po nuk besoj se do ketë shans kjo iniciativë të fitojë në Zvicër. Janë shumë konservativ në Zvicër kur vjen puna për pasaportin zvicran, ta japin. Nëse shkojmë tek votat, 9641 vota jemi të saktu dhe sa kanë qenë shqiptarë mendon që të kanë përkrahur? Të gjithë. Jo, nuk e di si është në Maqedoni në fakt, po ti ke listat, edhe unë them 70% e njerëzve votojnë listën, domethënë të gjithë marrin nga një vot. Për të marrë më shumë vota, duhen shumë njerëz të kumulojnë, i thënë gjermanisht. Domethënë të shkruajnë të tapin maksimumin 2 vota. Edhe këtu nuk e di statistikën se nuk dihet se kush që ka votuar. Unë veç e di se kam marrë shumë vota nga ana e majt, domethënë jo vetëm nga partia ime, po edhe nga partia Jeshile, kreç që janë në anën e majt. Po dhe pak ka ana e gjajt, pa morra vota, po ta them kështu, shqiptar, unë që i njoh, vetëm unë që i njoh, me siguri 400-500 vota janë. Po, Thuaj se por me gjithë gjitha të 400-500, por ne po flasim për një shifër rreth 10.000. Dhe the se Majta të votoj shumë, partia e Majta, është kështu? Po. Pse të votuan konkretisht ata? Kjo është një pyetje që ma bëjnë edhe mediat zvicrane, po unë nuk e di, unë të them drejtën nuk e di sepse do më thënë i kam do ideja, nështë Po besoj që ideet janë ato. Ka shumë migrant në gjithë botën që po fitojnë. Zoran Mandami në New York, Cem Özdemir në Gjermani, nështë ka dhe pak konjunktur të votojnë njerëz migrant. Po ta them drejtën, kur fillova në 1 janar 2025 jas angliste në Bern, unë bëra shumë një punë të madhe, isha shumë në media, në Instagram, postova projektet e mia, isha shumë me zjarr në atë punë. Edhe më duket se populli që voton Partinë Social-Demokratike e ka pa, se çfarë bëj unë, edhe se sa mundohem të bëj një punë të mirë. Dhe ajo më duket se ishte si një wow, kjo vajzë, kjo gru don të punoj, duhet ta votojnë patjetër. Kanë qenë disa kandidatë të tjerë, kemi pasur edhe një në program që ishin me origjinë shqiptare. Ata kaluan apo vetëm ti më duket ke kaluar si shqiptare në këtë parlament? Po, në Bern ishim 4, sepse Berni ndahet në si komuna, edhe unë isha në komunën time, qyteti i Bernit, ata tjerët ishin në një komunë tjetër, po ishim, më duket se 4 persona, edhe një kam shoqe, një e njoh, tjetri nuk e njoh,
Po ajo që unë morra ma shumë t'i vote, do me thënë nga lagja ime, se unë nuk mundem të marrë vota për shembull ka një qytet tjetër, do me thënë qyteti im më voton mua si deputete. E ta uruan ata të tjerët kandidatë shqiptarë që nuk fituan? Pa tjetër. Më kanë uruar, nuk di, do me thënë 1.000 mesazhe i kam pas. Nuk tallem. Po, 10.000 vota, 1.000 mesazhe, mirë shumë. Po, cilat janë prioritetet tuaja dhe hapat e tjerë konkret të cilët do t'i ndërmarrësh? Zërin e kujt do t'a përfaqësosh në parlament? Do me thënë hapi i parë që unë duhet bëjsh të heq dorë nga puna asamblës në Bern, kjo të ndodh në fund të prillit, fillim të majit, sepse partia ime nuk e lejon të kem 2 mandat. Kështu që aty njëherë do ta lej punën, aty duhet të hek dorë. Tani do filloj më 1 qershor, do të betohem në parlament si deputete. Edhe jam me votuar për 4 vite, deri në 2030. Edhe prioritetet e mia janë njëherë lufta kundër dhunës ndaj grave. Aty kemi edhe shumë punë, edhe në Zvicër aty duhet patjetër të vazhdojmë. Ka shumë dhunë në Zvicër, ka menduar që Zvicra është më e kursyme sa i përket dhunës ndaj grave. Ndoshta më e kursyme se shtetet tjerë, po edhe këtu ka dhunë ndaj grave, nuk është se nuk ka, është në statistikë është 1 grua në javë që humb jetën nga një burr. Dhe kjo nuk është pak. Jo, s'është pak, që nga goxha shumë. Edhe unë, domethënë luftoj shumë kundër kësaj, domethënë këtij problemi, se edhe ne kemi problem Zvicër, jo vetëm me mbytjet e grave, po edhe me dhunë në shtëpia, me po dhunë fizike, psiqike, dhunë fizike, jeshe mbarur nga një burr, financiare. E unë punë edhe tani prioritet tjetër kam arsimin, domethënë barazia, që të gjithë të kenë të njëjtat shansa, jo domethënë fëmijët zviceranë të kenë më shumë përparësi vetëm se janë zviceranë, se edhe fëmijët tonë kanë të njëjtin talent si ata. Këta janë domethënë prioritetet e mia, arsimi, dhuna kundër grave, edhe reprezentim domethënë për migrantët, që edhe ata të kenë zë, domethënë njerëzit që kanë probleme të përditshme në Zvicër. Zvicra është shumë e shtrenjtë, domethënë, edhe nuk janë gjithë rrogat të mira, kështu që po luftoj për domethënë drejtat e punëtorëve. Po. Çfarë diskriminohen më tepër migrantët konkretisht? Cilat do të jenë pikat në të cilat s'do të lëshosh shpe, por do të jesh më e zëshme? Zlisoj patjetër për nëse vjen puna për dhënë të njëjtat shansa, domethënë për të njëjtat shkollim, do të thonë një fëmijë që e ka babën doktore ka shumë më lehtë të bëhet edhe ai doktor sesa unë që nëna ime nuk është doktoreshe. Që nga si në Kosovë? Po, se edhe në Zvicër është kështu, domethënë nuk i ka njerëzit të njëjtat shanse. Një fëmijë migrant si unë që nuk e ka familjen të shkollume, ai duhet të bëj 10 herë më shumë se të tjerë, vetëm të arrijë të njëjtën pikë. Edhe aty jam tepër me zjarr. Duhet puna e bursave të përmirësohet, shumë gjëra do të përmirësohen. Domethënë aty patjetër nuk lë. Edhe siç thash, kur vjen puna nga dhuna ndaj grave, domethënë rroga të mira që edhe gratë jenë pamvarur, që edhe gratë të kenë drejt shkojnë punojnë, edhe mos jenë varur, edhe financiarisht apo emocionalisht. E përmende pagat në Zvicër. Në fakt njerëzit shkojnë nga vendet ndryshme, mundohen që të shkojnë në Zvicër për shkak se janë të ardhurat më të mira, paguhet më shumë. Por ju e tha që jo të gjitha pagat janë të mira. Kush diskriminohet në fakt? Cilat paga janë më të ulta dhe cilat konsiderohen? A ka të bëjë me profesionet, sepse profesionet natyrisht disa paguhen më shumë, kudo në botë, disa më pak. Por domethënë këtu ka një disbalancë. Ka patjetër. Unë nuk fol për doktorin gjerman që ka ardhur në Zvicër edhe i merr 20.000 franga në muaj, unë fol këtu për punëtorit e thjeshtë, domethënë në për ndërtesë, mbaushtelës, po thonë, ose njerëzit që janë në shitore, ose njerëzit si mamim se babim që i kanë punë të thjeshta, domethënë mamim fshi ose punonte në spitali në kuzhinë, domethënë ata janë rroga dopta. Po ata paguajnë, domethënë këtu është banesa është e shtrenjtë. Sigurimi është i shtrenjtë, edhe unë nuk fol për njerëzit që janë advokat, doktor, ose unë fol për punëtorit të thjeshtë që punojnë për të jetuar. Domethënë, unë nuk fol këtu për njerëzit që kanë para, unë fol thjesht atje paguhen profesionet më të rëndësishme paguhen mirë, por profesionet më të thjeshta, të cilat me gjasë nuk kanë fakultet, kështu po i bie,
punët e zakonshme, punëtorët e ndërtimtarisë, ata të pastrimit, që bëjnë punë shumë të rëndësishme dhe janë të lodhshme, ato s'paguhen. Po, kjo është problemi. Do me thënë, ata njerëz bëjnë një punë tepër të rëndësishme. Kush pastrojnë? Zvicarët nuk pastrojnë. Kush pastrojnë? Migrantët pastrojnë. Po. Kush është ndërtari? Shqiptarët, portugezët, italianët. Migrantët po ashtu. Migrantët, do me thënë, edhe kushen, unë, si që thash, nuk folë për Suedezin ose për Gjermani që ka ardhur të bëhet doktor këtu. Ka dhe shumë shqiptarë doktor, në fakt, nuk janë vetëm gjithë migrantët në... Deputetët në Kosovë kanë pagën e mirë, deputetët atje, e din sa do t'jetë paga për shembull, është mirë kështu? Po, e di sa do jetë paga, po në Zvicër është sistemi milic, edhe nuk është se jam 100% deputete, unë jam vetëm 20-30% deputete. Si është ajo 20%, 100%? 100% je kur punon full time, kur e ke një job, një punë. Po në Zvicër milic i thonë ti ke një punë kryesore tjetër, do me thënë puna ime kryesore nuk është të jem deputete, nuk e di si është në Maqedoni, ndoshta aty është kryesore të jesh deputete. Po ti pak më herët të the se një punë që e ke duhet ta lësh, je obliguar ta lësh që të marrësh mandatin e deputetit. Si asambleiste, deputete tani? Asambleistën do ta lësh sepse partia ime nuk e lejon. Si asambleiste po e lejojnë, po partia ime nuk e lejon, kështu që unë studioj për juridikën. Kam ende shkollën, jam asistente të universiteti, so i kam edhe punë tjera, nuk e se nuk jam vetëm deputete. Por do me thënë ke të drejtë, do t'jesh deputete me 1% dhe ke të drejtë të ushtrash edhe profesion tjetër, do bësh edhe punë tjetër. Pa tjetër, ndryshe se njetoj, do me thënë, unë kam, do me thënë, i thonë sesion, unë shkoj 4 herë në vit, 2 javë gjys jam në parlament, dhe bojmë punën e parlamentit, po tjera dit janë në komision, janë në punë. Do me thonë, unë i marë dyqysh 25.000 deri 30.000 në vjetë. Në vjetë, do me thonë, për ketë milic, për ketë mandatin milic që e kam. Do me thonë, nuk bam milionere me deputetë. Po, me këtë fillim jo, pak më vonë nuk i dihet. Nuk i dihet. Nëse hynë qiveri e kam rogën shumë të mirë. Na thuaj familja të mbështet tani si një politikanë, nëse më ta quajmë kështu? Natyrisht, ata nuk e kam pritur se unë do të bëj kaq një karrierë të madhe, do me thonë, kemi ardhur në Zvicër si punëtor të thjesht, kemi, do me thonë, si të qertë migrant, kemi jetuar në vështirësi, në varfëri, jemi munduar maksimumin. Po, unë shkova si e para të familja ime të studioj, të më thonë, unë shkova e para, që thash, unë dua të vazhdoj shkollën, nuk dua thjesht të punoj. Kështu që ata njëherë kishin pak respekt ose frikë se nuk dinin çfarë do të thotë, të bëhet vajza advokate. Po tani edhe ata nuk besuan se unë do më rri kaq e re, kaq shpejt diçka. Dhe ata në shumë krenar me mu, do më thënë gjithë Maqedonia ka marrë vesh, gjithë Kërqova e di, sepse gjyshim u ka treguar të gjithëve dhe janë shumë krenar dhe ata marrin shumë urime, jo vetëm unë. Do të thotë kjo që nesër mund kthehesh në Kërqovë në Horë, në Maqedoninë e Veriut për të dhënë kontributin edhe si politikanë, nëse do të kesh një ftesë, apo se ke në të ardhmen tënde? Pa tjetër, unë kam qenë edhe në Kosovë, kam njoftuar edhe Albin Kurti në Zvicër, dhe më thënë, kush më njofton, vje dhe unë, nuk është problem. Jam tepër interesume, nuk dua të harroj për ardhen time, për ardhen e familjes time, dhe më thënë, unë fol shqip, normalisht, më kam mësuar prindit të fol shqip, edhe kështu që nuk dua të harroj nga vi, edhe jam shumë e gëzuar nëse dikush interesohet për politikën time që bëjnë Zvicër. Mundëm, në fakt, bëm edhe deputetin në Maqedoni, sepse kam pashoshin e Maqedonisë. Po mirë shumë. Mirë. Cila është pika kryesore për fund kësaj bisede që mendon t'ja arrish dhe që nuk do të tërhiqesh pa e realizu gjatë mandatit sa do ta kesh si deputete? Me thënë, pa e ndryshu këtë ligj ose këtë nen ose këtë çështje, nuk tërhiqem nga këtu. Pa tjetër që të vazhdojmë në punën në dhunës kundër ndaj grave, do të thënë aty ka shumë projekte që i kam në mend, po do shohim si do realizohet sepse parlamenti është shumë në anën e djajthët. Nuk është se, do më thënë, interesat e parlamentit nuk janë përhet njëjtat si i kam unë, partia ime i ka 36 vende nga 160. Partia Drejt 30%, po i bie kështu diçka? Po, diçka ashtu, pak më shumë, edhe të tjerë, do më thënë, partia konservative në anën e gjajtë i ka 51 vende. Pak vështirë me u bë ndryshimi, po.
Po do mundohem që me partia tjera, do me thënë partijat jeshile, partijat nga mesti, partijat liberale, dua patjetër ta ndryshoj sistemin e bursave në Zvicër, do me thënë që të jetë ma lehtë edhe ma mirë për studentat edhe fëmijët tonë që të marrin bursa, që të mos e lejnë shkollën bas sepse prindrit nuk kanë pare. Mirë, vazhdo të urojmë suksese. Po besoj që përkrahjen do ta kesh nga migrantët që ka shumë në Zvicër, e dim që Zvicra përbët në shumicë të madhe nga të ardhurit e tjerë. Sidomos nga shqiptarët, nga shqiptarët, por edhe nga të tjerët dhe do të realizosh apo do të pasqyrosh interesat e tyre. Dhe nëse nuk të rriqesh, po besoj që do t'ja dalësh bashkë me të tjerët. Pa tjetër, do me thonë unë folë me të gjithë, edhe në parlamentin, asamblin e Bernës, do me thonë edhe me anën e gjajth, për herë mundova të gjej zgjedhje, edhe kështu që mendoj demokratia në Zvicër e lejon që të gjejmë zgjedhje gjithë së bashku. Pa tjetër, suksese. Suksese, faleminderit shumë.